madje me çdo kusht sepse thoshte kam fituar në mjaftueshëm për mi bëj institucionet, po jo për mi bëj vet. Kështu që unë besoj që kjo borë hiqet, sepse ka pas mundësinë e dytë. Këtu lojën e ka kallë prej fillimit LDK-ja. Fatkeqësisht Lumirit ju kanë thyr gjonat në dorë pa e ditë çfarë ty po gabim. Sepse ka pru situatën e tillë, ty menu që përfiton prej saj. Dhe unë nuk besoj që përfiton prej saj, sepse LDK-ja është njëra ndër partitë më demokratike në këtë vend, e cila leadershipin e ka ndruar në mënyrë shumë demokratike, t'u jep përgjegjësi dhe nikosisht t'u i kërku edhe llogaridhonje në fund. Tjerat parti nuk e kanë si cent. Prandaj, unë menoj. Tjerat parti nuk e kanë, sepse tjerat parti hupin e fitojnë rrinë njëjtë lider aty, ndërsa në LDK mund të fituru. Kjo ka gabuar ty menu që po i funksionon e s'ka funksionon. E akuzojnë, thënë, ka fituar 15 ditë me lidhje me 80 dhjetorin. Por zotni, kusht ta ka ndalu ti me marrë që do 15 ditë. Me thonë unë po du me po. Shka votoja hupe. Këtu dhe ishtë albeson. Shko është problem. Nuk qëndran, që nuk kanë pe. Bon më rëti politike. Se s'po bënë rëti politik. Bon politik. Nuk është që Kurti ka dosh domosdoshmërisht me njëherë zgjedhje, po ka provu. Me gjas, këtë bardhës i stota përpësës nuk është. Tu se cili ka fajnë e vetë. Edhe vetë vendosja ka faj që veni ka mejtë pa institucionet. Natyrisht kretë për qysh. Po, absolutisht. Nuk muna ka mi hek borë. Po, kush e ka prish lojën e ka prish LDK-ja. Shkojmë tek pika e dytë që du me prejkë. Polarizime për mendi. Ne jemi tonë dëshmitarën që t'javë në takimit e zotit Trump me Mandanën, edhe i tha një për gazetarë në tha e këne qujtë fascist, tha thuj po, tha I don't care. Po pra, mërë dhe fascist. Po, a jeni të ju kuptu, në përse cilë në vend, ku ka në demokrati ma të daplume, ka gjuhë të ashpër. Po kalohet, kur të vjen kryen zedhet, kalohet. A e ftoj pra në zyrën e ti, dhe te i kaloj gjithë ato çështjes, problem gjuha, polarizuese nuk ka qenë. Kalkulimet politike kanë qenë problem. Dhe këto kalkulime politike, nëse na e lypmi fajtorin, ne këtu në studio e tha dhe kolegu që mundën me ko pak subjektiv, po një motje ju ka bon, një motje ju bon në zgjedhje lokale. Dhe në zgjedhjet lokale po që vetëvendosja duhet fituse. Prandaj një motje po sepse i fitoi edhe 2 komuna më tepër. 3 sa? Po thuaj që është e lumtur vetëvendosje me këtë rezultata? Krahasim që ju ka vesh. Nëse i përshëritet nivel nacional kjo këta kanë. Krahasim që ju ka vesh që blokoi vendin, krahasim që ju ka vesh, unë mendoj